Me flamuj kuqezi dhe pankarta që kërkonin barazinë arsim, studente qytetar të Shkodrës si dhe përfaqësues të shoqërisë civile e sistemit të drejtësisë organizuan një marshim paqësor në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Studentët në Shkup kërkojnë të njihet e drejta për të zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Jena në mbështetje të shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos studentëve që ta bëjnë provimin e tyre në gjuhën shqipe, domethënë, nga që është pjesë e jonë. Në lidhje me hapat të radhës, e para është sensibilizimi i stoqëm që do të bëjmë një marshim sensibilizues, solidariteti, që ata nuk janë vetëm, që zëri i tyre është edhe zëri jonë. Dhe po ashtu do të vazhdojmë edhe me mbështetjen tjetër që ndoshta mund bëhet një grup studentash shkojnë në Maqedoninë e Veriut ose solidaritet në rrjetet sociale ose çdo gjë tjetër që është e mujtur për të realizuar. E drejta për të arsimuar në gjuhën tënde amtare është një drejt po ashtu që mbrohet nga këto akte ndërkombëtare dhe studentët shqiptar nuk kërkojnë asgjë më tepër se sa respektimin e këtyre drejtave të cilat janë të mbrojtura nga legjislacioni më i lartë i Këshillit të Evropës dhe i Bashkimit Evropian. Mendoj se pavarësisht se ne si student dim shumë gjuhë të botës, por gjuha shqipe ngelet një ndër gjuhët më të vështira dhe më të rëndësishme të popullit shqiptar. Mendoni shumë dhe mbështetni këtë protestë sepse një mbështetje e vogël mund bëjë shumë ndryshime të mëdha. Protesta e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagime edhe nga klasa politike në Tiranë dhe Prishtinë.